Nuk e di, si që a tham, po për muja ka vlet, është për do banor ju. Fama apo dashuria? Dashuria. Bini, menaxher i mirë apo mik i mirë? E dyat, më thonë. A e gjetët telefonin e Albës në dollap? Unë jo, kurse do banor, kum kuptu që kanë gjetë një telefon brenda shtëpisë. Je keq kuptuar nga portalet? Nuk e di për cilën pjesë, po zakonisht portalet mujnë edhe me thonë jo të vërteta, kështu që, okej. Ke fshehur ndonjë ndjenjë nga publiku? Jo. Kush të ka bëzdisur më shumë? Janë do momente ku me Albën nuk më kanë shumë okej në atë pjesën e fëmijëve që mi ka pas përmen. Edhe normal që Ajsa më ka pengu shumë. Kujt ja uron ti fitoren? Si personalitet Londrinit. E kalove sfidën me sukses. E tani po i urojmë edhe mirëseardhje gjithë shikuesve të Elite Way. Faleminderit Toni që je pjesë e kësaj interviste. Edhe po shkojmë tashti në një mënyrë pak më të qetë, po besoj që drama tek ne përfundoi. A je ambientu tashmë jashtë asaj shtëpie? Muj me thomë që po alo se kom morë vetën 100%. Okej, se alo muj më konë edhe pjesë e lojës pse jam jashtë. Vazhdo me komentu, vazhdo me këshyr, vazhdimisht. Edhe tash mu ambientu normal që është pjesa familjes, shkon njëri të ambientu kadale, po mu me thomë që jam të morë vetën me shumë mirësi. Cila ka qenë pjesa ma e vështirë prej momentit daljes, diçka që shumë vështirë ke pas mu ambientu me botën jashtë? Pjesa e telefonit, pjesa e gjumit? Pjesa e telefonit të konë shumë interesant se ku kom dalë, nuk kom dit as me dhejës telefonin, nuk është shumë fenomen interesant. Edhe pjesa e gjumit, normal çrregullimi i gjumit është, po tash jam shumë okej me këtë lidhje. Cili ka qenë mesazhi i parë të cilin e ke lexuar dhe të ka bërë shumë përshtypje për veten, përmes telefonit? Besoj hallat e mia. Më patën se kem një grup, okej? Më patën shkua normal që unita shumë mirë se mesazhe pozitive, po për ndryshe, kur ta hap telefonin, del mas byku i kiket 99, nuk di cilët... A në këto halla që kam pas pëlqim të madh për Elionën? Elion kom pro Elionën, kërë që normal, po edhe ka bën një hall që e njeh Elionën për jashtit. E njeh Elionën nga jashtë? Po, familjen e vet, Kate, se janë kujt A i një njofti edhe Eliona atëherë? Unë Eliona personalisht ju, po halla jam prej normal që e njeh mirë edhe ajo e njeh mirë, kështu që mbeg patëm bisedu pak për këtë pjesë, po kështu nuk kemi pa kohë. Sipas zërave që kanë qarkullu edhe shoqërisë tonë, kanë thonë që babi Elionës është taku me babin tënd. Sa keni qenë ju brenda, nëse po për çka? A janë vërteta mos fare? Mu taku fizikisht ju, po përmes telefonit kam bisedu. Për çka kam bisedu? Nëse unë e kam bërë këtë format, masi kom dalë, kam bisedu veç që nëse du me vazhdu bashkë lojen si në fillim, që baba i ti u kom përu. Edhe bele pa thom një laf, veç është vojza em për më konë me Tonin. Ua, Toni, dhe të prind tuaj kanë qenë të organizu një farmësiti për juve, kur del jashtë. Besoj që konë, po edhe ju, po nuk u konë ma shumë për pjesën e lojës, besoj. Nuk pedi, nuk u konë aty. Po kur e mora këti format, kur dole, adha shumë, okej. Zdita qysh me komendu, po me Lionin e kom pasi motër të vogël.